Por, ai që kemi ftuar në këtë moment në studio, vetëm është një DJ shumë i mirë, një producent muzikor, por më gëzon fakti që i ftuar im në këtë moment që më pret më duket në kryeqytetin grek atje në Athinë, nëse jam i sakt, nëse jo do të ma tregoj vetë ai se ku ndodhet. Ja thot më së miri, komentohet shumë, pëlqejet shumë në këto këngë që i risjell për shembull kjo kënga e Parashivis Makut, Natë gusht apo më the të duar që në shqiptar shpeshe ngatrojmë, vërtet është një super këngë. Isha shumë i vogël kur e dëgjoja këtë këngë në atë festivalin e këngës, moti si themi ne kohë më parë. E kam në këtë moment drejt për drejti, edhe uroj që nuk do ja ngatroj emrin se ka 2 emra artistik. Në fakt është me mua për të folur për këtë muzikë vërtet shumë interesante, aq më tepër me këto hite shqiptare që risjell në këtë version, është me mua Mark G-Rock apo Mark Leon. E thash mirë, ngatrova jo, sepse nga njerët ty të thonë edhe Mark G-Rock, e ngatrojnë kur i lexojmë. Të përshëndes nga Prishtina. Maksim, përshëndetje, faleminderit. Faleminderit për ftesjen. Është kënaqësi. Ku ndodhesh? Ndodhesh në Gjermani, në Greqi, në Athinë? Në Athinë ndodhem në këtë moment. Jetoj në Greqi, këtu e jetë. Dua të falenderoj shumë për ftesën edhe për mundësinë që më jep të flas në emisionin tuaj. Mos na falendero se mua më bën shumë përshtypje, besoj dhe audiencës son këto këngë të bukura që ti risjell her pas here, sidomos ku bëhet fjalë për hitet e bukura shqiptare. Por si DJ si isha nuk bëja, domethënë që të mos lodhem. Nëse më dëgjova ose më pe. Rëndësi kishte që zgjodhe këngët e sakta. Okej, këto këngë që ti na i ke dhënë, kemi të drejtë i transmetojmë edhe në radion ton, për shembull në Radio 21, ta dim kështu. Dhe është në YouTube. Është e ditur dhe do ishte shumë kënaqësi, përveç 2 këngëve që akoma nuk kanë dalë akoma në qarkullim dhe dalin mbas datës 1 maj del njëra që është e re në bashkëpunim me një vajzë që nuk mund t'ja them emrin akoma, 1 maj vjen. Është një cover nga vitet 80 pra Parashivis Maku. Kënga quhet Buzdetit. Kjo këngë, mirë, okay. Këtë këngë kur mos e analizosh ti, më shkruan e unë e transmetoj më pas në radio, pa diskutim. Bëhet fjalë për këtë këngë, vetëm pak e kemi transmetuar, pa merak, ja. Kjo, Pa tjetër, nuk është problem. Shumë e bukur është. Dhe kënga e dytë është remixi që kanë bërë në Alice në këngën e Eurovisionit, e cila nuk është oficiale dhe pres përgjigja mund të bëhet diçka, ka dërguar mesazh shojmë, por nuk e di sa mund të transmetohet diçka që nuk është oficiale, them vërtetën. Pa merak, ne i dim marrëveshjet dhe natyrisht ta respektojmë edhe punën tënde, por si janë këto oficiale? Domethënë ti kontakton, bën një remix, kontakton në këtë rast me Alisin. Këtu të futem mikë edhe unë se e njohim, e kemi mikë edhe të programit. Dhe kur ata japin versionin e pëlqimit, si është kjo marrëveshje, nëse mund ta dim? Po, mund të them për shembull si ndodhi me Jonidën. Me Jonidën Malishin kisha kontakt me menaxherin Alessio Aliaj, i cili më sugjeroi të bëj disa punime të Jonidës dhe bëra 2-3 këngë në Jonida, kemi bërë Robroj, kemi bërë Njësoj, kemi bërë disa tjera. Duke u pëlqyer dhe projekti, vendosëm në marrëveshje për shkakun që ti nxjerrim oficiale, që të jenë oficiale në gjitha platformat digjitale. Kështu ndodhi me të gjithë artistët tjerë, nëse për shembull ju pëlqen diçka rezultati, mund të dalin në të gjitha platformat digjitale si një version oficial. Dhe Jonida, menaxheri i saj në këtë rast e përdori momentin më të dur, duke qenë që ajo shumin për momentin në një reality show në Shqipëri dhe u publikua ky remix i këngës tënde. Besoj se ajo është puna e menaxherit, Alessio është ishte rasti mirë. Di shumë gjëra këto, është në si ta them, në këto gjëra dhe PR i mirë. Si mund të ndodh, prezantimi për më mirë. Më thuaj për këngën e Parashivis Makut, këtë këngë që jemi duke dëgjuar ndërsa flasim së bashku, ke pasur ndonjë koment nga vetë Parashivia duke qenë që ka qenë
një emër shumë i lakuar, që ne gjithu gëzuam, që jo vetëm u gjet, por u risjell ashtu siç duhet një artiste madhe si ajo. Patjetër, unë me Parashevin kam qenë në kontakt midis Eltonit Lirianit. Ajo ka dëgjuar këngën, ka pëlqyer jashtëzakonisht, biles miratoi, domethënë e sugjeroi që të dilte edhe oficiale. Kur atë më ia lejen e kompozitorit dhe tekstuesit, atëre kënaqem që të gjithë shpunë për shembull. Dhe po jam në kontakt me Parashevin, kohët e fundit nuk kam folur. Midis Eltonit është e ditur, dhe e kam pëlqyer shumë të vërtetën kur ajo më tregoi që ky riprodhim, ky remix i kishte pëlqyer. Besoj se kështu do të jetë pëlqyer kënga edhe nga Jonida. Po Jonida ka pëlqyer përpara se ty në reality show këngën, e ka dëgjuar apo jo? Situata me këngën e fundit, me këngën njësoj me Jonidën, është çik më ndryshe, ishte një çik surprizë kjo të vërtetën. Jonida nuk e kishte dëgjuar fix të këngën, ishte një këngë që ka patur që në 2017-ën, kur Aleso ma sugjeroi, e mora dhe bëra një rikrijim komplet ndryshe. Jonida nuk e kishte dëgjuar, sa Aleso deshte ta bënte surprizë kur futesh e brenda, biles edhe kur u fut në ferma e Jonida, sa do më thënë që këngën e ka bërë një producent tjetër, sepse nuk e dinte fix kush ishte. Kështu që kjo kënga e fundit, do më thënë si Mark Leon me Jonidën, ka dalë surprizë, nuk e dinte që do të dilte kënga dhe vetin që kja e abitur, të më vërtetën. Si po komentohen këto këngë, ndoshta kur i dëgjojnë të tjerët artistë, të shkruajnë, të lutëm bëjnë një remix edhe për mua për shembull, flasem artistë të tjerë shqiptar? Në këtë moment unë di që në DJ që e dërgoj këngën dhe në radio që kam dërguar ka suportim goxha. Por mua më bëhet shumë qefi kur ka suportim nga DJ, sepse është faktori kryesor, besoj, për të parë a pëlqen një këngë apo jo. Imagjinoj nga artistë të tjerë në këtë moment nuk kam patur, për shembull, që të kem për bashkëpunime të tjerë, por është e ditur që vinë dhe disa projekte me artistë në të ardhmen, domethënë. Imagjinoje për shembull të dëgjohet remixi i këngës tënde dhe i këngës së Parashevit Makut, më the të dua në një klub në Athinë, sa bukur do ishte, lëshuar nga ndonjë DJ i famshëm, ose jo vetëm në Athinë, por në një vend tjetër, në Spanjë, në Gjermani, në Zvicër. Nuk e di për vendet tjera, por për në Mykonos e di që janë dëgjuar këngët e mia, sepse kam DJ që i bëj promovim këngët dhe më ka dërguar video biles nga kënga Tuman Kuqe. Është luajtur në një klub në Mykonos dhe më bëri shumë shtypje. Njerëzit po kënaqeshin dhe nuk e prisa, biles e kam hedhur në story. Po Tuman Kuqe është suportuar në Mykonos në një klub nga DJ. Interesant. Por si ke punët, bashkëpunimet me artistët janë shumë të mirë, kur referohemi muzikës moderne të kohës, artistët nga Kosova, dojtë kishe ndonjë bashkëpunim, ndonjë remix, për shembull nëse kujtojmë këngën që bëri DJ famshëm, nuk e kujtoj emrin, një këngë të tajnës si ai, u bë një këngë që luhet në të gjithë Evropën. Po, patjetër jam i hapur për bashkëpunime. Unë kam shumë remixe që bëj dhe i kam për personal use, domethënë për përdorim personal kur shkoj për DJ. Kam bërë dhe këngë kosovare, për shembull që janë të njohur nga vitet 90, mund të thuash. Cilën këngë nuk i publikoj sepse është e ditur që nuk kam të drejtat dhe i mbaj vetëm për përdorim personal kur jam i ftuar. Po pse Por do kisha qef, do kisha shumë qef, kisha bashkëpunime me DJ kosovar. Me DJ Regard jam në kontakt. Po? I kam dërguar disa nga punët e mia, i pëlqejnë shumë. Plotësoj të bëjmë ndonjë bashkëpunim në të ardhmen. Pse jo? Jam i hapur për bashkëpunime. Kur the për këngë të bukura nga Kosova, nga artistët nga Kosova të vitet 90, për kë ke fjalën? Më thuaj një emër artisti, një emër këngë. Marigona Aishte. Marigona, grupi Marigona, një super grup. Bukur. Ke menduar të bësh në remix në një këngë të madhës në Gjmije Pagarusha, për shembull?
Nuk kam vajtur në aq të thellësi të them vërtetën, sepse dua të bëj të qartë dhe ndonjëherë janë dhe dëgjimet që kemi patur që të vegjël dhe kur kam qenë i vogël nuk kam patur shumë dëgjime nga muzikat kosovare. Dhe kam ikur dhe i vogël, nuk është vetëm ajo arsyeja, kam ikur dhe i vogël nga Shqipëria, kështu që mundohem të ricjell ato dëgjime që mua më shprehin nga ato vite. Në qoftë se për shembull nuk e kam në mendje diçka, është që ke vështirë të më frymëzoj. Jo, nuk mund të bëhet, por shkoj në opsione që më japin lehtësi nga frymëzimit. Edhe që i kam patur që më kujtojnë gjëra dhe nga mosha e vogël. Gërmo pak, hulumton pak më shumë për Nexhmi e Pagarushën, më beso do të më falenderosh. Do thuash ja vlen. Do ma dërgosh në inbox, do ma kërkoj sepse dua të bëj gjëra të tilla. Patjetër, për shembull kënga Baresha, super këngë që besoj i dini madh i vogël shqiptar. E di, është bërë shumë herë, por nuk e kam problem ta bëj. E ne të mirë kuptojmë ty e shumë të tjerë që qenë fëmijë keni emigruar nga Shqipëria dhe jeni në vende të tjera. Po si po dëgjohen këtë këngë, për shembull, po klikohen, po shkarkohen, po pëlqen, po dëgjohen në Spotify, në SoundCloud, në YouTube, si po ecjen? Shiko, ka dhe dëgjime, por nuk janë si të prisja, si të zonë që të shkoj të bëhet, sidomos në platforma digjitale si që janë Spotify dhe ato, është pak më vështirë, sepse Shqipëria akoma nuk e ka mentalitetin e Spotify, janë më shumë në YouTube, ose të iTunes, më shumë klikime në këto, ose dëgjime vinë nga jashtetit, për shumë nga Gjermania, nga Amerika, ku ka shqiptar që jetojnë ande. Kanadaja dhe këto, kurse nga Shqipëria nuk ka kaq support, sa që të them, për shembull siç e prisja në këto këngë, në platforma digjitale. E kuptoj. Ti vetë me origjinë nga cili vend i Shqipërisë? Unë jam lindur në Lezhë dhe me origjinë jam nga Korça, prindrit i kam nga Korça. Korçar mund të thuash. Interesant, lindur në Lezhë dhe ti ende ke theksin e Korçës, Korçar. Po sepse atje u rritëm me gjyshur me por emri ju i vërtet është Margil Roko, apo jo, emri dhe mbiemri. E thash mirë. Esakt. Më thuaj paksa pse ke dy emra në art, Mark Gjirok dhe Mark Leon, na i ndaj paksa këtë dyja, se si ne mund të, nëse flasim për një remix o një këngë, ku ta kuptojmë që është dora e Mark Leon, apo natyrisht dora jote njëkohësisht, por në art ti ndajmë paksa. Okej, Mark Gjirok është emri ku kam filluar si DJ, e kam thënë edhe në një video. DJ kam nisur që në 2006, por kur fillova të bëja disa guest, thashë më duhet një emër artistik, kështu që vendosa të vija Mark Gjirok nga Margil Roko. Mark Leon është një projekt që kam nisur dhe që të vazhdoj për Mark Gjirok, është me muzika më komerciale, deep house, më shumë melodic. Kurse Mark Leon është një projekt që kam nisur para disa kohësh, para një vit po thuaj, me disa këngë oficiale që kam nxjerr, i cili bazohet në rryma si Afro House, Afro Melodic, Afro Tech, Latin Tech. Do thënë bazohet vetëm në një zhanri, mund ta thuash, me subzhanre të ndryshme. Kam një pyetje. Unë jam duke parë pak një CV tënd këtu sa më japjen informacione edhe në Google. Ti nuk ke bashkëpunuar me shqiptaren tjetër që është në Greqi, me si quhet, Fuerera? Elen Fuerera. Po. Jo, nuk kam bashkëpunuar me Elenin, do desha. Kam bashkëpunuar me Kleidin, i cili është shqiptar. Po, me Kleidin që shqiptar. Kam bërë një remix oficial të Kleidit. Ke bashkëpunuar me Elena Paparizou, një super artiste greke, po, që ka qenë në Eurovision? Po, me bashkëpunimi tim tjetër, do thënë një nga më të mëdhenj ka qenë me Elena Paparizou në 2018, prapë në një remix oficial, i cili doli nga Universal EMI. Kënga u bë shumë hit, doli në 2 qarkullim, në 2 albume të ndryshëm, dhe ishte një nga bashkëpunimet time më të mëdha të kohës me Elena, dhe biles ajo e kishte sugjeruar vetë këngën që të dilte, sepse u bën 3 remixet e tjera, por u zgjodhi remixi tim që të dilte në këto koleksionet.
Bukur shumë. Le ta përfundojmë kështu, nëse ti je në një koncert në sheshët të Athinës, në sheshin kryesor të Athinës, je DJ kryesor aty, me çfarë këngë shqiptare do ta nisje performancën tënde? Më trego. Nga remixet e tua. Një këngë që mund të shkonte shumë, do ishte Trimbi Trima me Irma Libohovën. Është Trimbi Trima është kënga nga filmi Gjergj Kastriotit. Po, e ke bërë remix këtë nxorëm vjet për ditë. Okej, këtë se kam dëgjua, ma nisë, edhe këtë e dua. Patjetër kemi nxjerrë ditë shumë të saktë, kemi nxjerrë në 17 shkurt në pavarësinë e Kosovës bashkë me Irma Libohovën. Po. E ndorëm 2025 në 17 shkurt në ditën e pavarësisë të Kosovës. Sa bukur. Është një këngë shumë, më pëlqen shumë se për mirë për frymëzim nga filmi i Skënderbeut. Dhe besoj se mund të shkonte për shembull një hapje e tillë. Shumë interesant. Mund të shkonte, do ta dëgjoni vetëm grekët, po më duket edhe shteti i fqin, Turqia, do vinte me dëgju Trimbi Trima nga historia. Okej, nuk e di çfarë reagime do kishim atje. Të falenderoj shumë, urojmë të kemi vetëm fjalë të mira për ty, suksese dhe mos u ndal me këto remikse, sidomos të këngëve të bukura të vjetra shqiptare të artistëve tanë. Ndoshta disa prej tyre nuk jetojnë më për muzika e tyre dhe kur rigjallërohet me këto remikse, pa diskutim, nëse ajo dhe ai nuk jeton më, ti mund kontaktosh me ndonjë familjar të tyre, ndonjë producent, edhe mund të marrësh ndonjë të drejtë dhe pse jo. Duam të dëgjojmë më shumë remikse të këngëve të bukura shqiptare. Patjetër, shumë faleminderit dhe i besoj fjalët e mira. Faleminderit për ftesën, ju përshëndes të gjithëve atë në stafi. Sigurisht do vazhdoj të jem në këto remikse sepse kam thënë dhe herë të tjera që dua të risjell këngë të vjetra, t'i risjell në sipërfaqe që të mundet dhe brezi që vjen t'i dëgjojmë midis klubeve ose radiove sa mund t'i jepen ato. Sërish faleminderit për ftesën. Faleminderit, të përshëndesim.